në këto asnjëherë nuk guxojna me e keq interpretu apo me keq kuptue, edhe me thonë po çfarë pëshe, na besimtarët, na musliman, do të me jetu veç në sprova, veç të smut, veç në nështrum, veç të përsekutum, veç të përdhosën. Ja, s'guxojmë kështu me mendu. Se kështu ja bojmë rafsh veti sikur qysh po ja bojnë asot, edhe kena met në thundrat edhe në kont e secilit armik, që secili që po qohet ma heret, po na vrete, po na prete, po na persekutone, po na pështrone, po na përdhose, po na rezikone, po na i shkil kufite, po na i vron vllaznine, po na i vron policine, po na i rezikon ushtrine, po na i rezikon shtetine, po na i shkil gjokun e dëshmorëve tone. Nuk guxojmë kështu me keq kuptu. Na duhet me konë të fort, e të bashkum, e të lidhur fort me zveti, me i tregu e botës në borë, se edhe na kem identitet, edhe na kem karakter, edhe na kem familje, edhe na dojna, edhe na jem faktor në këtë glob ku jena të jetue, edhe na dojna me jetue si njerëz në këtë nënqilë, e kështu me ronë. Jo gjithmonë të poshtrum, persekutum, të nënshtrum, të përdhosun, të ndjekun, të vron, të grim, të masakrum. Edhe me ja fol asoj se, valla, besimtarin e sprovon Allahu xhalleshanu dhe na do të më nejt duar kryq e me dur në gjipa.